Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të nisim me recetat për muajin e Ramazanit dhe sot ju kam sjellë përgatitjen e një tave të thjeshtë me patate dhe spinaq. Unë po e sjell këtë recetë si ide për ta përgatitur për iftar gjatë muajit të Ramazanit, por pse jo mund ta ruani si recetë dhe ta përgatisni sa herë keni drekën apo darkën për familjen tuaj. Është një recetë me pak përbërës, përgatitet shumë shpejt, shumë thjesht dhe në fund fare më besoni që ka një shije fantastike. Përpara se të nisim me recetën, dua t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman një muaj të mbar dhe agjërim të lehtë dhe të pranueshëm, dhe Zoti ju pranoft lutjet tuaja. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë, në fillim fare do të përgatisim salcën e beshamelit. E përgatisim salcën e beshamelit në fillim në mënyrë që ta kemi gati, pasi pjesa tjetër e recetës përgatitet shumë thjesht. Për salcën e beshamelit, në një tenxhere do të hedhim një lugë gjelle me gjalp. Dhe kur gjalpi shkrin, do të shtojmë në tenxhere edhe një lugë me miell. Në këtë rast, recetën e beshamelit do ta përgatisim në zjarr mesatar në mënyrë që salcën e beshamelit ta përgatisim ngadalë dhe të mos na krijohen kokriza të miellit gjatë kohës që e përgatisim, por edhe të mos na digjet mielli, pasi në këtë rast mielli na duhet vetëm që ta kaurdisim pak, pra jo të ndryshojë ngjyrë. Do t'i japim një kaurdisje të lehtë për disa sekonda në mënyrë që të largohet aroma e miellit dhe më pas do të shtojmë në tenxhere edhe qumshtin. Në këtë rast unë kam përdorur 2 gota të mëdha me qumësht. Do ta trazojmë shpejt e shpejt qumshtin me përbërësit e tjerë derisa në tenxhere të mos ngelen më kokriza mielli. Trazimin e qumshtit e bëjmë me shpejt në mënyrë të tillë që salca e beshamelit të bëhet një masë e njëtrajtshme dhe homogjene, pra që mielli të mos na bëhet topa dhe salca e beshamelit të dalë me kokriza. Dhe tani do ta lëm salcën e beshamelit që të trashet, gjatë kohës që trashet salca në zjarr mesatar, mos harroni të shtoni pak krip, pak piper të zi, po të doni mund të shtoni edhe erza të tjerë, varet nga dëshira juaj. Gjatë kohës që salca është duke u trashur në zjarr mesatar, mos harroni ta trazoni vazhdimisht me një tel dore, dhe pasi mendoni që salca ka marrë trashësinë që duhet, e largojmë nga zjarri. Unë kur përgatis salcën e beshamelit, zakonisht më pëlqen që salca të mos ketë një trashësi shumë të trash, pasi mos harrojmë që salca pasi të ftohet do të trashet edhe më tepër. Prandaj, unë kur salca ka arritur një trashësi mesatare, e largoj nga zjarri dhe e lë të ftohet derisa ne të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Tani që salcën e beshamelit e kemi gati, do të përgatisim pjesën tjetër për tavën që do të përgatisim për iftar. Në fillim do të përgatisim patatet. Për këtë recetë unë kam përdorur diku te 6 ose 7 patate me trashësi mesatare, por gjithmonë sasia e përbërësve varet shumë se sa antar jeni në familjen tuaj dhe sa të madhe i keni tepsin ku do të përgatisni tavën. Pasi i qëroni patatet dhe i pastroni mirë, i presim ato në feta me trashësi mesatare dhe më pas patatet i vendosim që të zjejnë derisa të fillojnë të zbutet pak. Zjerjen e patateve nuk do ta bëjmë më shumë se 10 minuta në zjarr mesatar, ose derisa të shikoni që patatet kanë filluar të zbuten nga pak. Dhe gjatë kohës që patatet zjejnë, ne do të përgatisim edhe pjesën tjetër të recetës që është pikërisht përgatitja e mishit të grirë. Tani në këtë rast unë kam përdorur mish të grirë prej mishit të pulës. Ju mund të përdorni ose mish të grirë normal, ose mund të përdorni edhe mish pule, pra së të keni dëshirë. Në këtë rast, mishin e grirë të pulës unë e kam hedhur në një tigan, kam shtuar aty pak vaj dhe më pas e kam lënë mishin të kaurdiset derisa të fillojë të ndryshojë ngjyrë dhe të lëshojë lëngun e vet në tigan. Gjatë kësaj kohe, mos harroni të shtoni edhe erëzat tuaja të preferuara. Unë kam shtuar pak piper të zi,
pak piper të kuq dhe krip. Tani edhe mishin e grirë e kemi gati, edhe do të kaurdisim edhe spinaqin. Unë në këtë rast kam përdorur diku te rreth 300 gram spinaq. Spinaqi në këtë rast është spinaq i ngrirë, por mund të përdorni shumë mirë edhe spinaq të freskët dhe mund t'i jepni një kaurdisje të lehtë spinaqit, derisa të shikoni që volumi i spinaqit të bjerë dhe spinaqi të zbutet mirë. Edhe unë në këtë rast i kam dhënë një kaurdisje të lehtë, pavarësisht se spinaqi që unë kam përdorur është i ngrirë. Dhe kur të gjithë përbërësit i keni gati, tani është momenti që të shtrojmë tavën. Edhe patatet i kemi gati, i largojmë nga uji ku i kemi vluar dhe do të fillojmë me shtrimin e tyre në tepsi. Do të shtrojmë në fillim patatet të cilat i kemi zier. Më pas do të vendosim shtresën me spinaq. Sipër spinaqit do të vendosim mishin e grirë. Në këtë rast mund të përdorni edhe mish pule, të cilin mund ta keni zier më parë, veproni si të keni dëshirë. Dhe sipër shtresës me mish të grirë do të hedhim salcën e beshamelit. Pasi e niveloni mirë salcën e beshamelit, sipër tavës do t'i shtojmë rreth 100 gram djath për picat. Mund të përdorni çfarëdo lloj djathi që keni dëshirë, mund të përdorni edhe djath mozzarella nëse doni, ose djathin tuaj të preferuar kur përgatisni pica. Mos harroni që gjatë kësaj kohe që përgatisni tavën, ta keni hapur furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius, dhe kur tavën e keni gati, mund ta fusni në furrë dhe do ta lëm për të pjekur në 200 gradë Celsius për të paktën 20 ose 25 minuta, ose derisa të shikoni që tava sipër ka marrë atë ngjyrën e bukur të pjekjes. Nuk ka nevojë kjo tavë për më shumë që të rrinë në furrë, pasi mos harrojmë që të gjithë përbërësit e tjerë i kemi gatuar më parë, dhe prandaj 20 ose 25 minuta për përgatitjen e kësaj tave në furrë janë mjaftueshëm. Dhe kur mendoni që tava është gati, mund ta hiqni nga furra dhe më pas e keni gati që ta presim dhe ta servirim për familjen tonë. Unë e sova si ide që mund ta përgatisni për iftarin tuaj. Gjatë kësaj kohe do mundohem që të sill sa më shumë receta që mund të përgatisni për familjen tuaj, qofshin këto receta për ëmbëlsira, receta për përgatitjen e iftarit, për syfyr, pra receta të ndryshme. Prandaj mos harroni që nëse këto receta ju pëlqejnë, t'u jepni atyre një like, si dhe t'i shpërndani me miq dhe familjen tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.